E rënd, Vjera godet me sendet forta anusën e djalit në Tiranë tenton të përdore edhe thikën. Ndaj një 75 vjeçare ka nisur hetimin në Tiranë pasi ka dhunuar bashkëshorten e djalit të saj. Policia thot se kur nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasen MK 75 vjeç, sepse pas një konflikti të çastit ka goditur me një send të fortë bashkëshorten e djalit të saj. Madje 75 vjeçaria ka tentuar ta godas bashkëshorten e djalit edhe me mjet prerës thik. Referuar materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasen MK 75 vjeç, sepse pas një konflikti të çastit ka goditur me një send të fortë bashkëshorten e djalit të saj dhe ka tentuar ta godas me mjet prerës, njoftoi policia.